Ishte një takim i shkëlqyer me dy përfaqësuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, të ngarkuar dhe të përzgjedhur nga kjo asamble si raporter për Shqipërinë në fazën e post-monitorimit. Patëm një takim të hapur ku unë informova përfaqësuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës se parlamenti shqiptar në mënyrën më banditeske nuk njofton anëtarët e delegacionit të parlamentit shqiptar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës për takimet e kërkuara nga anëtarët e delegacionit. Dhe se kryetaria e delegacionit shqiptar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës është një hajdute me çizme, e cila pasi ka vjedh me të shoqin 10.000 metër katror tru në bregun jon, duke e paraqitur me dokumenta të falsifikuara si pronë e të shoqit, rezulton se ishte pronë publike dhe kryetari i bashkisë futet në burg, kurse Elsa, Olta e anturazhit Edi Rams, dërgohet kryetare delegacionit të deputet të shqiptar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës. Akt i turpshëm ndërkombëtar. Në këtë takim, miqt e ardhur për të ndjekur procedurën e post-monitorimit, unë informova se Shqipëria ka psuar pas heqjes së monitorimit thimin mrapa më të madh në 32 vite. Dhe aty u ndala gjërësisht në sundimin në lidhjet e të mërshme me krimin. Informova për lidhjet direkte të Tauland Ballës me bandat me kartelet e drogës, me dëshmit në gjykatat e vendit se CIA është akuzuar pse ka porositur vrasje dhe janë djegur dokumentat me proces verbale, se CIA ka komunikuar me kartelin Çelaj për të arrestuar bandat paralele dhe sot si shpërblim ai kryeson grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Informova gjërësisht për zgjedhjet, se si këto zgjedhje më shumë se në çdo rast tjetër u shndruan në një farsë të shëmtuar elektorale, se si Edi Rama përdori të gjithë potencialet e administratës shtetërore, monetare, njerëzore për të dhunuar zgjedhjet logjistike e të tjerë. Për gjobat dhe kamatat 2 miliardë euro që u falen për angazhimin total të karteleve të drogës me 28 deputet përfaqësuar, njëri nga Arkenballa, karteli Troplini dhe nga Sara Mile, karteli Çelaj, deputetet më të votuar të parlamentit shqiptar. I informova ose i njoha me dokumenta, me fakte, se si parlamenti është aneksuar dhe kryetari parlamentit përbën njëri pa asnjë vlerë që nuk respekton as rregullore dhe as gjë. Shkarja e standardeve në Shqipëri është katastrofale. U ndalëm gjatë tek afera Rama Balluku, ju u dhash fakte se Balluku është Rama, përdora një shprehje, në rrafshin politik, Balluku nuk është gjë tjetër vetëm t-shirti i Edi Rams, po e theksova kjo në rrafshin politik, mos ketë keq kuptime. Pra,
Pra, të vërteta, unë u them të vërteta se unë do doja që bisedat ishte në pranin tuaj, po ata kanë kodin e tyre, dhe nuk mundej. I shpjegova se si Edi Rama kompozoi qeverinë si pas oreksit të plot të Lubi Ballukut, unë ndalëm gjërësisht tek Akshi, tek dy lindat famoze, duke treguar se njëra është fake, tjetra është e vërtet. Tjetra është e vërtet dhe e vërtet është linda e lidhur me Edi Ramën. Unë mendoj se patëm një nga debatet, një nga diskutimet më të hapura me partnerët tanë. Natyrisht, qëndrimi ynë është rikthimi i monitorimit në mënyrë që shqiptarët të mos rrokullisen më në këto në honet e narkoshtetit siç po ndodh tani. Pra, ja u thash të gjitha këto, nuk besoj të kem harrova gjë. Ja. Të gjitha ato të cilat unë diskutova sot me miqtë tanë, duke patur bindje thellë se jam në këtë mënyrë zëri i shqiptarëve që duan këtë vend, që duan shtetin ligjor, që duan të drejtat e njeriut, që duan të ardhmen europiane. Do ta mbyll tani me një urim të përzemërt për ekipin ton kombëtar të Kosovës. Është një ndeshje historike sonte. Ku do ta shihni zoti Berisha? Në Banesë apo? Në Banesë. Në Banesë do ta shoh, po do ta shoh, sepse domethënë është një moment i jashtëzakonshëm. Kosova në Washington, si përfaqësuese e kombit, do t'ishte një fat i bardhë për çdo shqiptar. Faleminderit.